dëshironte të ndanë kohën me mua, na shkonte muhabeti, kalonim mirë me njëri tjetrin, mua më jepte pak energji të mirë. Dhe filluam që të vendosim të takohemi edhe jashtë, të dy së bashku me motrën e saj. Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, përshëndetje të dashur miq. Sonte do takohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin me një rrëfim që do t'ju trondis të gjithëve. Do me thënë, do t'jetë një rrëfim shumë i tmerrshëm. Ky zotri ka përzgjedhur që ta ndaj këtë tmerr të jetës së tij me publikun, dhe unë do kisha dashur që ta dëgjojmë deri në fund, ta dëgjoni deri në fund, edhe më pas të jepni mendimin tuaj. Më besoni, është një rrëfim që do t'ju shokoj. Zakonisht këto rrëfimet janë rrëfime shokuese, sepse më ka shokuar edhe mua, por unë nuk dua të jap asnjë lloj gjykimi, derisa zotria në fjalë do të mbaron të gjithë rrëfimin e tij. Unë atë tani do ta kyç në linjën telefonike. Ju do ta dëgjoni këtë rrëfim, këtë histori. Është një tmerr, do me thënë ndodhet mes zotrisë gruas edhe motrës së gruas, dhe zotria unë do ta respektoj për atë që do të thotë, se me patjetër, dhe më pas unë do t'jap mendimin tim në fund. Tani besoj që do të më lidhni me telefonatën. Përshëndetje, besoj që më dëgjon. Po të dëgjoj mirë mbrëma. Faleminderit shumë që e pranove për ta ndarë rrëfimin tënd. Unë ashtu siç të kam premtuar, do me thënë, do ta ruaj pjesën anonime që ti më kërkove. Zëri do t'jetë i ndryshuar. Do kisha dashur me kënaqësi të dëgjoj dhe të kuptojmë se për çfarë rrëfimi bëhet fjalë. Unë në fakt pak e kam prek si histori para se ta ndash, por dua ta dëgjoj prej teje. Po Tiron, unë vi pi një qytetit shqiptar, mos ta tregojmë se ku është. Jam martuar me një vajzë që në fillim e kam dashur atë vajzën unë, por me vite martesa jonë u kthye në përditshmëri. Kaloni mirë, kishim muhabet, nuk është që s'kishim, por pasi lindën edhe fëmijët, ajo u largua krejt prej muve, nuk dëshironte asgjë të ketë me mua. S'kishte interes, nuk më respektonte si burin e saj. Në shtëpinë tonë shpesh vinte motra e vet. Ajo dëshironte të ndanë kohën me mua, na shkonte muhabeti, kalonim mirë me njëri tjetrin, mua më jepte pak energji të mirë. Dhe filluam që të vendosim të takohemi edhe jashtë, të dy së bashku me motrën e saj. Kafe, momente të bukura, ambient, sa arritëm që edhe të puthemi në bus, unë edhe motra e gruas. Më pëlqente shumë, është beqare motra, është shumë e bukur se gruaja ime. Zotrin, më fal. Tani, kjo motra e gruas e bën me dieni të plot këtë gjë, sepse nuk është e lehtë, është motra. Po, edhe ajo është dashuruar tek unë, po. Edhe prej tek kafja si që të tregoja, shkuam në një hotel, kemi kaluar një natë të mrekullueshme, natë fantastike. Ajo filloi të më dhuron dashuri pa fund, unë asaj dashuri pa fund, edhe prej asaj dite, ka 4 vjet që jemi bashkë. E dua shumë, jemi dashuru çmendurisht të njëri tjetri. Ta them të drejtën, unë jam larguar edhe prej shtratit me gruan sepse nuk e ndjej, nuk e dua, dhe dua të ndaj momentin vetëm me motrën e saj. Është shumë e bukur. Ka një sjellje shumë të ngrohët me mua, nuk e ka këtë sjelljen që e ka gruaja ime. Edhe ajo është e martume, ka 2 fëmijë, por edhe ajo është dakord që t'i lërë fëmijët e saj, edhe të ikim diku jashtë prej vendit ku ne jetojmë. Deri më tani nuk na ka kuptuar askush. Aman unë nuk mundem që ta ndaloj veten të mos e dua të grua. Do me thënë ti do të ikësh në vend tjetër me këtë. Po,
Po, unë e kam në plan të largohem, sepse unë e dua këtë grua, jam dashuruar, ajo ka një zemër të mrekullueshme. Gruaja ime është natyrë shumë ndryshe prej asaj. Nuk më ka ndrohur asnjëherë, po atëherë u martuam, jo babai dëshironte të krijoj familjen. Unë e dua këtë vajzën, tani e kishte ditëlindjen. Edhe i bëra një dhuratë fantastike. Do me thënë, mendoj ndonjëherë që jam si në ëndër. Mendoj ndonjëherë që kjo nuk është realitet që unë jetoj, por unë kënaqem në këtë gjë. Besom Tiranë se nuk kanë ndjenjë më të bukur nga kjo që unë po e shijoj. Shpeshherë flasim edhe me dashnoren time, mos bëjmë ndonjë gabim apo mëkat, por ajo më thotë që këtë gjë e ka vendosur Zoti, edhe ne duhet ta çojmë deri në fund, sepse ne nëse e shkatrojmë, atëherë ne do të lëndojmë vetëm zemrat tona. Jam në një hall të madh. Zemra më thotë që të ik, por situata më thotë që do të shkatroj gjithçka. Nëse unë largohem, do të bëhet një gjë shumë e madhe. Ajo do shkatron familjen, unë do e shkatroj familjen, por tani që se dua gruan, më beso që do duket pak si budallallik, por edhe fëmijët nuk i dua. Nuk më tërheqin fare. Dua të ri vetëm me atë. Ajo më shijon, ajo më jep kënaqësi, ajo më kënaq, më kupton. Unë vetëm kur flas, Po më fal, edhe më dëgjon, për më fëmijët e kupton. juaj, çfarë do të bëhet, ta mendoni për ato? Si do ta marrin ato këtë gjë? Me thënë drejt s'më intereson për fëmit. Unë du ta shoh jetën time. Boll më kam bërë për familjen. Boll kam jetuar për hatër të tjerëve, sepse nuk jam i lumtur vetë. Nuk jam i lumtur. Do unë prandaj ndava këtë shqetësim, sepse mendoj që me ty mund të hap zemrën, edhe i thash të gjitha ato çfarë kam në shpirt. Unë e dua këtë vajzë. Kuptova. Kam menduar Në ta... fakt mua më vjen shumë keq. Unë do t'jap një mesazh pasi që ne ta mbyllim linjën telefonike. Unë të falenderoj shumë që vendose të ndash historinë tënde me mua. Me patjetër që do të dëgjosh edhe mendimin e audiencës time, të publikut tim. Të uroj vetëm të mirat dhe Zoti vetëm shëndet. Faleminderit shumë, faleminderit edhe ti që më dëgjove Tiranë. E pra të nderuar miq, do me thënë arrit të ta kuptoni, bëhet fjalë për një burr i cili është dashuruar me motrën e gruas edhe që dëshiron të ikën jashtë vendit me të, do me thënë që të dy duan të shkatrojnë familjet. Mesazhi im në këtë histori është që unë dua që familja të jetë e shenjtë dhe është e shenjtë ashtu siç Zoti e ka dhënë. E kërkoj këtë vlerësim për familjen dhe do të kisha këshilluar edhe një herë që mendoje pak më gjatë. Më mirë është ta mbyllësh të kapitull dhe mos e flasësh më kurrë, sepse nuk është njerëzore dhe nuk është etike të humbësh gjithçka që ti ke ndërtuar për një epsh që ti akoma nuk po e kontrollon dhe nuk e ke brenda kontrollave të tua. Mua më vjen shumë keq dhe uroj me zemër që të vedisohesh.